Vendimi për rritjen e pagave është një dëshmi që ekonomia shqiptare ka pësuar rritje ekonomike. Sipas ekspertëve të ekonomisë dhe të financave, vendimi vjen në një kohë kur vendet e tjera po i ulin pagat dhe pensionet për shkak të problemeve që kanë me menaxhimin e financave publike. Vendimi për rritjen e pagave dhe të pensioneve do të merret në fillim të muajit korrik. Nga ky vendim do të përfitojnë direkt 800.000 familje. Sipas skemës së rritjes, rrogat mesatare do të rriten në masën 5%. Ndërkaq pensionet e qytetit do të rriten me 4%, ndërsa pensionet e fshatit me 5%. Politika e rritjes së pagave do të vazhdojë edhe për vitin 2013 dhe do të konsistojë në një politikë të kujdesshme indeksimi dhe rritjeje selektive për sektorët prioritar, njofton dikasteri i financave. Kjo do të thotë se pagat e administratës do të rriten deri në 2%, po aq sa është edhe norma e inflacionit këtë vit, ndërsa do të ketë një rritje më të lehtë deri në 3 deri në 4% për sektorët e arsimit dhe shëndetësisë. Ministria e Financave bën me dije se shpenzimet e personelit për vitin 2013 u bazuan në një politikë që synon rritjen e eficiencës dhe efektivitetit të burimeve njerëzore. Gjithashtu, fondi i pagave është përllogaritur, duke mbajtur në konsiderat rritjen e përgjithshme të pagave, duke filluar nga korriku i 2013-s.